Bia i afrohet Benitës me një buzëqeshje të butë, duke parë që shoqja e saj ishte e lodhur dhe e tensionuar pas një dite të gjatë në shtëpi. Ajo i thot me zë të qetë, e shoh që je e stresuar. Hajde, po të bëj një masazh. Do ndihesh më mirë. Benita fillimisht qesh lehtë, pak e turpshme, por pastaj pranon dhe shtrihet mbi shtrat, duke i lënë Bias hapësirë për t'u afruar. Bia merr një shishe me vaj aromatik që ndodhej mbi komodinë dhe e tund ngadalë, duke e hapur dhe duke lëshuar në ajër një aromë të ëmbël, relaksuese. Ajo hedh pak vaj në duar, i fërkon pëllëmbët që të ngrohen dhe pastaj i vendos në shpatullat e Benitës. Lëvizjet e saj janë të buta, të ngadalta dhe shumë të kujdesshme. Benita mbyll sytë dhe merr frymë thellë, ndërsa supet e saj fillojnë të çlirohen nga tensioni. Pshertin Benita me një zë të ulët. Nuk e dija që ishe kaq e mirë në masazhe. Bia qesh lehtë dhe vazhdon të masazhoj, duke e lyer me vaj aromatik shpatullat, kurrizin dhe duart e Benitës. Vaji i jep lëkurës së saj një shkëlqim të butë dhe lëvizjet e Bias e bëjnë atmosferën të duket e qetë, harmonike, por edhe paksa e ngarkuar me një energji të ëmbël, intime. Ndriçimi i dhomës, drita e zbethë e mbrëmjes dhe mënyra si ato komunikojnë i japin skenës një ndjesi të butë dhe afërore. Të dyja qeshin lehtë sa herë Bia e ngacmon me ndonjë koment, ndërsa Benita her pas here i thot, vazhdo. Nuk e di çfarë po bën, por po më qetëson shumë. Bia ul kokën, përqendrohet tek masazhi dhe lëvizjet e saj bëhen edhe më të rrjedhshme. Mes tyre krijohet një moment i veçantë, një intimitet i butë që nuk ka të bëjë me diçka të egzageruar, por me afërsinë, besimin dhe mënyrën si po kujdesen për njëra tjetrën. Banorët që kalojnë pranë derës shikojnë për një moment, të habitur nga ajo pamje, dy vajza të ulura pranë njëra tjetrës, të qeta, të relaksuara, duke krijuar një skenë të bukur, harmonike dhe paksa sensuale në mënyrën e vet të butë. Benita dhe Alba ulen bashkë në divanin e kuzhinës pas një dite të gjatë plot debate dhe tensione. Të dyja duken më të qeta tani që janë vetëm dhe nuk i dëgjon askush tjetër. Benita i hedh një vështrim Albës dhe fillon bisedën me një ton të sinqert, por edhe pak strategjik. Alba, po të them sinqerisht. Këto vajzat këtu janë të gjitha me maska. Secila po luan lojën e vet, secila përpiqet t'i hedh hije tjetrës. Duhet të jemi të zgjuara, thot ajo duke tundur kokën. Alba tund vetullat, duket se e ka menduar edhe ajo të njëjtën gjë, e vërtet është. Shikoj Elionën, Bian, Sasan. Të gjitha po thurin plane. Ndonjëherë duket sikur mezi i presin të na fusin në ndonjë dramë. Benita afrohet pak më shumë dhe ul zërin, sikur po i thot diçka sekrete, prandaj unë po mendoja. Pse mos të jemi bashkë? Unë dhe ti të dyja. Të mos i lëm këto vajza të na përmbysin. Ne jemi më të forta se ato. Alba qesh lehtë, por nga mënyra si e shikon Benitën, duket se ideja i pëlqen shumë. E di që ke të drejtë. Të dyja kemi karakter të fortë. Nuk na përdor dot askush. Dhe nëse bëhemi bashkë, dalim të pathyeshme këtu. Benita e prek në krah dhe i thot me bindje, unë e shoh që shumë kanë frikë nga ne. Jo vetëm nga debati, por nga fakti që nuk jemi si ato. Ne i themi gjërat troq. Ne nuk shtiremi. Alba qesh me krenari dhe i thot. Po, dhe më pëlqen kjo gjë. Të paktën unë e di që me ty mund të flas pa u menduar dy herë. Nuk e ke dy fytyra si disa. Biseda mes tyre bëhet edhe më e thellë ndërsa ato fillojnë të analizojnë një nga një vajzat në shtëpi, cilat janë të dobta psikologjikisht, cilat thyen lehtë, cilat shtiren për kamera, cilat ndërrojnë qëndrime sa herë ka debat. Në fund, Benita i zgjas dorën Albës, sikur po bëjnë një marrëveshje të vërtet. Alba, nga sot. Aleancë? Ne të dyja? Ajo ja shtrëngon dorën me vendosmëri. Aleancë. Dhe le t'u tregojmë të gjithëve që jemi më të fortat. Jo vetëm me fjalë, por edhe me lojë. Edi dhe Toni ulen në këndin e fshehtë të oborrit, larg syve të banorëve të tjerë, duke folur me zë të ulët dhe me një seriozitet që nuk e kishin treguar më parë. Tensionet në shtëpi janë rritur dhe të dy e kuptojnë se tani loja kërkon lëvizje të menduara mirë. Edi, me duart e kryqëzuara dhe një shikim strategjik, i afrohet Tonit dhe fillon t'i flas në mënyrë shumë bindëse. Toni, dëgjo. Këtu secili po mendon vetëm për vete.
Nëse nuk bashkohemi, do na hanë të gjallë, I thot Edi, me një ton të qetë por të vendosur. Banorët po luajnë me maska, po bëjnë plane natën, dhe ne jemi pa mbrojtje nëse s'kemi një aleancë të fortë. Toni e sheh drejtë në sy. Pak I pasigurt, por I intriguar nga ideja, dhe çfarë po mendon konkretisht, Edi? Edi afrohet pak më shumë, sikur nuk do që dikush të dëgjojë, ne të dy. Bashk. Një aleancë solide. Unë dhe ti mund të kontrollojmë situatat, të drejtojmë debatet, t'i vëmë njerëzit kundër njëri tjetrit nëse duhet. Po të jemi bashk, askush nuk do ketë shans kundër nesh. Toni rudh vetullat, por buzëqesh pak, sepse mendimi I duket I logjikshëm dhe intriguese, një lojë strategjike, pra. Pyet ai, fiks. Një lojë e pastër. Ne planifikojmë, ne vendosim. Do I lexojmë banorët, do shohim kush është I dobët, kush thyet lehtë, kush përfshihet në drama. Pastaj. Veprojmë, thot Edi duke I bërë shenjë Tonit me kokë, I sigurt në fjalët e veta. Toni merr frym thellë dhe tund kokën, më pëlqen si mendon. Dhe po, ke të drejtë. Vetëm nuk ja dal dot në këtë shtëpi. Po ta kishim njëri tjetrin, loja do ishte krejt ndryshe. Edi buzëqesh me vetë besim, duke e ndjerë që po jam mbush mendjen ngadalë, pikërisht këtë po them. Ti ke influencë tek disa banor, unë tek disa të tjerë. Bashkë bëhemi shumë më të fortë. Dhe askush nuk do e pres. Të gjithë mendojnë se jemi të ndarë, por kur të godasim, do jetë surprizë totale. Toni I jep dorën, si shenjë që e pranon marrëveshjen, mirë, Edi. Jemi bashkë. Le të shohim kush do na dalë përballë. Edi e sëhërdër. Lëndrimi I acaruar deri në ekstrem, shpërthem papritur në mes të dhomës së ndenjes. Ai ecën me hapa të shpejt drejt Klodianit, I cili po rrinte I qetë në një karrige, duke mos e pritur as pak reagimin e tij. Tensioni mes tyre ishte rritur prej ditësh, por askush nuk e mendonte se do të arrinte në këtë nivel. Ti po tallesh me mua, apo çfarë po bën? Ulëret lëndrimi me një ton të mbushur me nerva, pa pritur përgjigje, ai I kap Klodianit flokët me dorë, duke e shtyr pas me forcë. Banorët rreth e rrotull ngrinë në vend, të habitur nga agresiviteti I tij. Por Klodiani, ndryshe nga çpritej, nuk reagon me të njëjtën vrull. Ai I riftoth, duke u përpjekur të ruajë qetësinë e vet. Çfarë po bën? Pse po e egzageron? I thot Klodiani, me një zë të ulët, duke u përpjekur të shmangë çdo reagim impulsiv, por lëndrimi nuk qetësohet. Ai e shtyn edhe një herë, ndërsa fytyra e tij mbushet me nervozizëm dhe shtëpia fillon të mbushet me zëra, britma, ndërhyrje. Disa banor përpiqen të hyjnë mes tyre, të tjerë thrasin për qetësi, por askush nuk arrin të fikë tensionin, mos u shty, lëndrim. Lëre. I thot një prej banorëve, duke e tërhequr paksa nga krahu, por lëndrimi është ndezur, ky po më provokon. Po luan me nervat e mia gjithë ditën. Shpërthen ai me zë të lartë, Klodiani ndërkohë ngrihet nga karrigia. I ftohtë dhe I kontrolluar, duke e parë drejt në sy, unë nuk kam thënë asgjë për ty, ti po shpik gjëra. Të thash, qetësohu. Por këto fjalë nxisin edhe më shumë debatin. Banorët tashmë I kanë rrethuar, duke u përpjekur t'i mbajnë larg njëri tjetrit, ndërsa debati shpërthen në mënyrë të papërmbajtur, mos më fol kështu. Ulëret lëndrimi, po të flas normalisht, por ti nuk dëgjon. Ja kthen Klodiani duke ngritur zërin për herë të parë, të dy përplasen në një varg akuzash, fyrjesh dhe zërash të ngritur, duke e mbushur shtëpinë me kaos. Disa banor të tjerë futen mes tyre fizikisht, të tjerë I bërtasin nga larg që të ndalen. Klodiani, I tensionuar dhe me nervat në limit, ngrihet me vrull nga vendi sapo sheh lëndrimin që I afrohet përsëri me qëndrim provokues. Atmosfera në shtëpi është e ngarkuar, dhe të gjithë banorët e ndjejnë se diçka e keqe po vjen. Klodiani nuk është më ai I qeti I pak minutave më parë, tani fytyra e tij është e ngrirë, nofulla e shtrënguar dhe shikimi I acaruar. Ai ecën drejt lëndrimit me hapa të shpejtë, duke I rënë fort në sy të gjithëve që nuk e mban veten më. Po çfarë mendon ti, që do më kapësh për flokësh dhe unë do rri? I thot ai me zë të lartë, duke I hyrë pothuajse fytyrës së lëndrimit. Lëndrimi përpiqet të ruajë qëndrimin e vet sfidues. Por Klodiani nuk I lë hapësirë. Ai afrohet edhe më shumë dhe I thot me një ton të prerë, hajde, kapëm prapë.
Bëje tani, ta shohim. Ko kap për flokësht ti, a? Zëri I tij kumbon në dhomë, I mbushur me nervë dhe zhgënjim. Të gjithë banorët ngrinë në vend, disa kërcejnë nga divani për t'ju afruar, duke menduar se mos situata përshkallëzohet edhe më shumë. Disa të tjerë I mbajnë duart në kokë, të habitur nga mënyra si Klodiani shpërtheu. Lëndrimi I ngret duart në ajër sikur po mundohet të justifikohet, por kjo vetëm sa e ndez më shumë Klodianin, mos bëj si I pafajshëm. Ti e fillove. Më ke provokuar gjithë ditën. Ti ishe ai që mu hodhe me duar. Mos e shtyje fatin. Se nuk jam njeri që luan me këto gjëra. Tensioni rritet dhe të dy u afrohen njëri tjetrit aq shumë sa duken sikur çdo sekond mund të ndodhë një shpërthim tjetër. Banorët futen mes tyre, duke I tërhequr, duke I shtyrë mbrapa, ndërsa zërat e tyre mbushin gjithë hapësirën. Klodian, mjaft. I thërret një banor, lëndrim, mos provoko. Bërtet një tjetër, por Klodiani nuk e ultonin. Ai tregon me gisht drejt lëndrimit, mos mi afro duart më kurrë. As mos provo ta bësh. Se po më provokove edhe një herë, nuk e di si do dal puna. Lëndrimi mbetet në heshtje, ndërsa Klodiani merr frymërën nga nervat. Shtëpia mbetet e ngrirë. Momente të ngrohta dhe të afërta po zhvillohen midis Bias dhe Tonit, dhe është e dukshme se lidhja e tyre po thellohet çdo ditë dhe më shumë. Që nga bisedat e gjata, shakat e pafundme dhe mënyra se si shikojnë njëri tjetrin në heshtje, të gjithë banorët kanë vënë re se mes tyre po krijohet një afeksion I veçantë. Në një mbrëmje të qetë, pasi banorët e tjerë shpërndahen nëpër dhoma, Bia dhe Toni ulen pranë njëri tjetrit në shtrat, duke folur me zë të ulët. Ndriçimi I zbethi natës u jep atyre një intimitet të butë, një hapësirë pa shurmë ku mund të jenë vetvetja. Toni e vështron Bian me një buzëqeshje të përmbajtur, duke u dukur pak I emocionuar. Bia, I thot ai me një ton të butë, mendoj se do më vinte mirë po të flinim bashkë sonte. Thjesht të jemi afër, të flasim pak dhe të qetësohemi bashkë. Bia e shikon për disa sekonda, duke u menduar dhe pastaj buzëqesh lehtë. Ajo I afrohet më shumë, duke I vendosur dorën mbi dorën e tij. Pse jo? I thot me një zë të qetë. Edhe unë ndihem mirë pranë teje. Toni duket I lumtur që ajo e pranon kërkesën. Ai e përqafon lehtë në shpinë, duke e tërhequr afër ndërsa shtrihen të dy në shtrat. Bia vendos kokën mbi kraharorin e Tonit, duke dëgjuar rrahjet e zemrës së tij, ndërsa ai I ledhaton flokët me kujdes, sikur mos ta shqetësojë. Ata flasin për jetën, për përvojat e tyre, për çfarë I ka afruar kaq shumë brenda shtëpisë. Të dy duken të qetë, të relaksuar, sikur e gjithë bota jashtë asaj dhome nuk ekziston. Gradualisht, zëri I tyre bëhet më I ngadalë, më I butë, dhe pak nga pak ata mbyllin syt, duke fjetur krah për krah. Momenti është I thjeshtë, por plot ndjenjë, një kapitull I ri në marrëdhënien e tyre, një hap që tregon se janë lidhur emocionalisht shumë më tepër se sa pritej. Natën e kalojnë bashkë, të qetë, të afërt dhe të sigurt në shoqërinë e njëri tjetrit, ndërsa gjithë shtëpia fillon të pyes çfarë do të ndodhë mes tyre nga ky moment dhe tutje. Benita dhe Sosa qëndrojnë të ulura në obor, larg syve të Albës dhe banorëve të tjerë, të përkulura drejt njëra tjetrës sikur po ndanin një sekret të madh. Të dyja duken të irrituara, me fytyra të ngurta dhe gjeste të shpeshta që tregojnë se po flasin me mlleth dhe për çmim. Benita nis e para, duke tundur kokën me neveri. Alba po vdes për pak famë. Sosa e sheh si rri gjithë ditën duke bërë sikur është më e rëndësishmja këtu. Ajo s'ka famë as jashtë dhe jo më këtu brenda. Vetëm bën sikur. Sosa qesh me një ironi të dukshme dhe afrohet më shumë. Jo më, po ajo do famë me çdo kusht. A e ke parë si sillet? Sa herë që ka kamera përpara. Fillon e ndryshon sjellje menjëherë. Hiqet e butë, hiqet e qetë, hiqet e ëmbël. Po vetëm ne e dim çfarë është në të vërtetë. Benita ngre vetullat dhe shton me ton të ashpër. Ajo ka ngelur vetëm, o Sosa. Askush se merr seriozisht. S'ka as shoqëri të vërtetë, as lidhjet që pretendon. Vetëm role luan. Dhe pastaj shikon neve nga lart sikur ne jemi budallaqe. Sosa tun kokën me plot bindje, sikur çdo fjalë e Benitës I bie në vend. E di çfarë më nervozon më shumë? Që ajo mendon se ne nuk kuptojmë asgjë. Mendon se mund të na e hedh me thjesht një buzëqeshje të rreme.
Alba është aq e fiksuar pas famës, sa do të bënte çdo gjë për pak vëmendje. Benita buzëqesh me përbuzje, vëmendje. Ajo jeton për ata. Jeton për disa sekonda kamerë. Dhe kur si ja japin, fillon e bëhet nervoze, futet në drama pa lidhje, vetëm që të flasin për të. Sosa shton edhe një goditje verbale, duke shtrembruar buzët, po qa fam kërkon ajo, moj? Nuk ka asgjë me vete. As karrierë, as imazh, as personalitet. Po mundohet të kapet pas çdo gjëje, vetëm e vetëm mos të harrohet. Vjen rrotull sikur është dikush, por në fakt ka ngelur vetëm. Të dyja qeshin në heshtje, por qeshja e tyre është e mbushur me përçmim, jo me humor. Biseda vazhdon akoma më thellë, ndërsa secila shton histori të vogla dhe komente që e paraqesin Albën si dikë të va. Sasa, e cila prej kohësh ka shfaqur antipati të hapur ndaj Albës, përfshihet në një tjetër situatë konfliktuale dhe këtë herë e shtyn edhe Benitën drejt një përplasjeje më të madhe. Ajo e nis provokimin me një ton të fortë, të ngarkuar me ironi dhe përçmim, duke e ditur që fjalët e saj do të ndezin zjarrin mes vajzave. Alba është si ato lopat e mëdha, që vetëm zën vend dhe s'bëjnë asgjë. Shpërthen Sasa me zë të lartë, duke qeshur me përçmim. Mos më fol mua për vajza të mira kur ajo as vetë nuk e di çfarë është. Fjalët e saj bien menjëherë në veshët e Benitës, e cila ndodhet aty pranë dhe duket se I ka pritur këto komente. Ajo kthen kokën nga Sasa dhe syt I ndizen me një lloj kënaqësie, si dikush që më në fund dëgjon dikë të thotë atë që vetë ka menduar prej kohësh. Sasa ka të drejtë, më vjen keq ta them, por është e vërteta. Thot Benita duke tundur kokën, duke e bërë të qartë se aprovon çdo fjalë. Alba bën sikur është engjëll, por në realitet s'është asgjë nga ato që pretendon. Dhe gjithë kjo sjellje e saj sikur është më e mira këtu. Është qesharake. Sasa e sheh Benitën me një buzëqeshje të fshehtë, e kënaqur që e ka vënë në lëvizje, po pra. Ajo bën një hap dhe mendon se gjithë shtëpia duhet të rrotullohet rreth saj. Nuk funksionon kështu. Dhe nuk e di ku I gjen gjithë ato mendime për veten. Benita, e inkurajuar nga mbështetja e Sosës, vazhdon me ton edhe më të ashpër, dhe pastaj vjen e na jep mend neve. Sikur jemi të gjithë budallënj dhe ajo e vetmja e mençur këtu. Jo. Boll me atë sjelljen e saj. Fjalët e tyre e përplasen në ajër dhe përhapin tension në dhomë. Disa banor fillojnë të shohin njëra tjetrën të shqetësuar, të tjerë rrinë të heshtur duke pritur të shohin nëse Alba do të dëgjojë gjithçka që po thuhet. Sasa dhe Benita tashmë duken si një ekip I formuar, të dyja të lidhura nga pakënaqësia e tyre ndaj Albës. Atmosfera ngushtohet, ndërsa fjalët e tyre bëhen gjithnjë e më të ashpra. Eliona zgjohet herët në mëngjes, e mbushur me energji dhe një pozitivitet që duket se I ndriçon gjithë fytyrën. Ajo shtrihet lehtë, merr frymë thellë dhe pastaj çohet me një buzëqeshje të madhe, gati për ta nisur ditën në mënyrën e saj të veçantë. Ajo shkon drejt pasqyrës së madhe në dhomë, duke mbajtur flokët mbrapa dhe duke vënë muzikën e saj të preferuar në sfond. Ritmi fillon I butë, melodia e kap dhe Eliona nis të lëviz me një kërcim sensual e plot vetbesim. Trupi I saj lëviz lehtë, në harmoni me muzikën, ndërsa ajo vështron veten në pasqyrë me një lloj krenarie të qetë. Ngadalë, ajo fillon të shtojë ritmin, duke luajtur me flokët. Duke ecur majtas e djathtas si të ishte në një skenë vetëm të saj. Çdo lëvizje është e lirshme, e natyrshme dhe plot jetë. Ajo buzëqesh sa herë kap veten duke bërë një hap që I pëlqen, sikur I jep vetes komplimente mes reflektimit të saj. Drita e mëngjesit hyn nga dritarja, duke e ndriçuar trupin e saj teksa ajo vazhdon të kërcejë. Eliona duket sikur po heq nga vetja çdo stres, çdo emocion negativ, duke I zëvendësuar me ritëm, sensualitet dhe energji të bukur. Madje kap një moment dhe afrohet më shumë te pasqyra, duke bërë lëvizje më të theksuara, duke luajtur me shpatulla, duke rrotulluar belin dhe duke e shijuar çdo sekond të kërcimin. Ajo qesh vetë me veten, rrotullohet një herë dhe tund kokën sikur po bën një performancë të plotë. Kërcimi I saj është si një ritual I vogël, një përshëndetje e ditës së re, një mënyrë për t'i thënë vetes se ajo ndihet mirë, e bukur dhe e plotë. Disa banor që kalojnë pranë derës qeshin lehtë, të surprizuar nga energjia e saj.
ndërsa të tjerë ndalen për një moment duke vëzhguar se si Eliona duket e zhytur plotësisht në botën e saj, pa u shqetësuar për asgjë tjetër. Kështu, dita e Elionës nis me ritëm, me pozitivitet dhe me një shpërthim të vogël gëzimi, ndërsa ajo e vazhdon kërcimin në pasqyrë me një vetbesim që e mbush gjithë dhomën me atmosferë të mirë. Bia dhe Toni duken se janë afruar shumë kohët e fundit dhe atmosfera mes tyre po bëhet çdo ditë dhe më e veçantë. Që nga momentet e para kur filluan të kalonin më shumë kohë bashkë, ishte e dukshme se mes tyre po krijohej një kimi e fortë, por tani gjërat po marrin një tjetër drejtim. Në obor, në dritat e buta të mbrëmjes, ata ulen pranë njëri tjetrit në divanin afër pishinës. Toni e shikon Bian me një buzëqeshje të ngrohtë, ndërsa ajo luan me gishtat e saj, pak e turpshme por e lumtur. Biseda e tyre është e lehtë, plot batuta dhe momente ku të dy qeshin sikur janë vetëm ata të dy në gjithë shtëpinë. Bia afrohet më shumë, duke I vendosur kokën lehtë në krahun e Tonit. Dhe ai e përqafon me kujdes, sikur do ta mbrojë nga gjithë bota. Tensioni I ëmbël mes tyre shtohet, derisa Bia e ngrit kokën, e shikon drejt në sy dhe I afrohet ngadalë. Pa thënë asgjë, ajo I jep një puthje të butë në buzë, një moment I thjesht por I mbushur me emocion. Toni mbetet pak I habitur, por fytyra e tij ndriçon e menjëherë ai I buzëqesh asaj, duke ja prekur lehtë faqen me dorë. Bia skuqet, por nuk largohet. Ata të dy duken sikur harrojnë kamerat, harrojnë lojën, harrojnë çdo gjë tjetër. Rin afër, duke folur me zë të ulët, duke qeshur, duke ndarë mendime dhe duke krijuar një lidhje që të gjithë banorët e tjerë e kanë vënë re. Në shtëpi fillojnë thashethemet. A është kjo vetëm një afrim I momentit, një lojë, apo po lind diçka më e thellë mes tyre? Banorët I shikojnë shpesh bashkë, qoftë në kuzhinë duke gatuar, në kopësht duke biseduar, apo në dhomën e ndenjes duke u përqafuar. Çfarë po ndodh mes tyre? A është kjo fillesa e një romance të sinqertë apo thjesht një lidhje që u krijua brenda lojës? Askush nuk e di ende me siguri. Por një gjë është e qartë, Bia dhe Toni tani duken si një çift I bukur, dhe kimia mes tyre vetëm sa po forcohet dita ditës. Eliona dhe Benita përfshihen në një debat të nxehtë që shpërthen papritur në mes të dhomës, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Tensioni midis tyre ishte ndier prej ditësh, por tani gjërat dalin plotësisht nga kontrolli. Eliona ngrihet në këmbë dhe I afrohet Benitës, duke I folur me një ton të fortë dhe të vendosur. Benita, ti je xheloze. E kupton apo jo? Xheloze për mua, për mënyrën si të tjerët flasin me mua, për vëmendjen që marr. Prandaj po flet keq dhe po shpik gjëra kot. Benita përpiqet ta ndërpres, por Eliona nuk e lë, mos fol. Mos hap gojën për të thënë gjëra që nuk kanë lidhje me realitetin. Më mirë mbylle gojën një herë e mirë se sa të flasësh për mua pa ditur asgjë. Ajo e shikon drejt, pa hezitim dhe pa frikë. Ti po shikon çdo lëvizje time dhe e ke të pamundur ta pranosh që unë nuk kam asgjë me ty. Ti e krijon vetë në kokë këtë xhelozinë dhe pastaj vjen tek unë dhe më akuzon. Nuk të ka faj njeri. Benita ngre zërin, por Eliona vazhdon, duke mos e lënë t'i kthej përgjigje dhe mos u bëj sikur s'po e kupton pse po të them këto gjëra. Ti ke filluar të flasësh keq për mua pas shpine, të shpifësh, të krijosh drama vetëm që të dukesh e rëndësishme. Por mjaft. Nuk jam unë ajo me të cilën të luash kështu. Atmosfera në dhomë rëndohet. Banorët rinë të heshtur, duke parë si debati përshkallëzohet. Eliona e mban qëndrimin e saj të fortë, ndërsa tensioni mes tyre rritet çdo sekondë. Nëse ke problem me veten tënde, zgjidhe vetë, mos e hidhe te unë. Dhe mos fol më për mua nëse nuk ke fakte. Ti ke nevojë të qetësohesh dhe të mendosh mirë para se të hapësh gojën. Përfundon Eliona, me një ton të prerë që e lë Benitën të ngrirë në vend. Debati mbyllet me një heshtje të rëndë, ndërsa është e qartë se konflikti midis tyre ka arritur një nivel të ri dhe asnjëra nuk duket e gatshme të tërhiqet. Edi dhe Eliona përfshihen në një debat të papritur, I cili nis fillimisht nga një koment I vogël, por shumë shpejt shndërrohet në një përplasje të vërtetë mes tyre. Të dy qëndrojnë në mes të dhomës së ndenjes, ndërsa banorët e tjerë shikojnë me kurreshtje dhe pak tension. Edi, I acaruar nga mënyra si Eliona I është drejtuar, ngre zërin dhe I thot me një ton të prerë, mos më thuaj mua zëmër. Ne as nuk njihemi aq sa ta përdorësh këtë fjalë me mua. Si jemi shok, s'kemi ndonjë afërsi, ndaj mos e përdor më.
Eliona mbetet e habitur për një moment, por pastaj përpiqet të sqarojë situatën. Ajo ngrit duart në shenjë qetësimi dhe i drejtohet Edit. Edi, prit pak. Nuk e thash me ndonjë qëllim. Unë e përdor zëmër për të gjithë, është thjesht mënyra ime e të folurit. Nuk doja të të ofendoja as të krijoja përshtypje të gabuar. Edi tund kokën me pak nervozizëm, sikur nuk është bindur ende, po unë nuk e dua atë mënyrë me mua. Nuk është e përshtatshme. Më duket sikur po më afrohesh kot dhe nuk më pëlqen kur dikush më flet sikur jemi të afërt, kur në fakt s'jemi. Eliona, e cila mundohet të ruaj qetësinë, afrohet pak dhe shton, nuk ka asgjë të keqe, Edi. Nuk e përdor për të flirtuar apo për të krijuar afërsi. E them pa menduar, si shprehje të zakonshme. Nëse ty të bezdis, s'ka problem, nuk ta them më. Por mos e merr sikur unë po mundohem të krijoj diçka mes nesh. Nuk është ashtu. Debati vazhdon edhe për disa sekonda, me Edin që përpiqet të shpjegojë se nuk i pëlqejnë fjalët që krijojnë afërsi të rreme, ndërsa Eliona mundohet ta bindë se gjithçka ishte e paqëllimshme. Banorët e tjerë shikojnë nga larg, duke e ndjerë tensionin që qarkullon në ajër. Në fund, edhe pse të dy mbeten pak të mërzitur, bëhet e qartë se mosmarrëveshja buron nga keqkuptimi dhe mënyrat e ndryshme të komunikimit. Atmosfera mbetet e ngarkuar, por të dyja palët duken të gatshme ta lënë pas konfliktin, edhe pse nën sipërfaqe vlon ende pak nervozizëm. Eliona dhe Edi përfshihen në një debat të tensionuar, i cili nis papritur dhe rritet me shpejtësi përpara gjithë banorëve. Edi dhe Eliona qëndrojnë përballë njëri tjetrit, të dy të acaruar dhe pa asnjë dëshirë për të tërhequr nga qëndrimet e tyre. Eliona, e lodhur nga qëndrimi i Edit gjatë ditëve të fundit, i drejtohet me zë të lartë dhe të prerë, "Ti e ke inat mua, Edi. Dhe e di shumë mirë pse. E ke inat se unë nuk ta vë veshin, nuk ta var fare." Ajo afrohet edhe më shumë, duke e parë drejt në sy, ndërsa fytyra e saj është ndezur nga nervat. "Ti mendon se çdo vajzë këtu duhet të kushtoj vëmendje, se je ndonjë burr i madh. Por në fakt je plot me vetbesim të tepruar dhe s'ke asnjë arsye për të pasur kaq shumë mend për veten." Edi tenton të përgjigjet, por Eliona nuk e lejon të përfundojë mendimin. "Mos më shiko ashtu. Ti je budalla, Edi, sepse mendon se i kupton të gjitha. Por në të vërtet nuk kupton asgjë. Fare." Ajo tund kokën me zhgënjim, ndërsa energjia në dhomë bëhet edhe më e rëndë. "Unë s'jam si ato që ti mendon se mund t'i manipulosh me muskuj, me fjalë dhe me qëndrime të kota. Prandaj e ke inat. Sepse unë nuk bie në nivelin tënd dhe ti nuk e duron dot këtë." Edi shtrëngon nofullën, ndërsa Eliona vazhdon pa asnjë hezitim, "Po ta them troç, nuk ke as sens. As logjik, as kuptim. Vetëm e cejakje me vetbesim bosh." Debati mes tyre vazhdon për disa minuta të tjera, me Elionën që nuk heq dorë nga fjalët e saj dhe me Edin që mbetet i zemëruar, por i goditur në krenari. Banorët rreth tyre heshtin, duke kuptuar se ky është një nga shpërthimet më të forta të Elionës që nga hyrja e saj në shtëpi. Atmosfera ngel e tensionuar, dhe konflikti mes tyre duket se ka hapur një plagë të re në dinamikën e shtëpisë.